Territori i Kosovës për datën 29 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht me diell në të gjitha qytetet me vranësira të lehta lokale. Paraditja do të jetë e ftohtë dhe e kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mod të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga verilindja me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën do të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:10 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -2 deri në 5 gradë Celsius. Podujev, -5 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj, -3 deri në 2 gradë Celsius. Pej, -1 deri në 8 gradë Celsius. Prishtinë, -4 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov, -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -3 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -4 deri në 4 gradë Celsius. Ferizaj, -3 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, -3 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, -2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 7 gradë Celsius.